Bismillahirrahmanirrahim. Pejgamberi alayhis salam një herë e ka pa një shok, një sahabi që u shku dhe porrin me gra. Ai ka pa do gratë duke bisedu, duke muhabet, edhe i ka pa që po buzëqeshin, edhe shkon të rrinë si afër tyre. Tash kur del pejgamberi alayhis salam peshe, nuk i pëlqen ky gjest. Mirë po, a ka reagu pejgamberi sa më thon marrët ku çu shtulesh këtu me gra, ti s'ka hije kështu me nis me kritiku jo. Po pejgamberi sa veç e ka hyrë me një shikim që i ka dhënë vërejtë që këto çka i të bu nuk është mirë, edhe ka hec pejgamberi sa. Edhe pi afrohet pi thotë dërgumi Allahut thotë ula aty dhe i veta thotë se më ka hub devja, se jo që ju mul aty me nejt. Pejgamberi sa pi jap me shaj që po. Ha po vazhdon pejgamberi sa. Po kjo unike ke se kuptoj që pejgamberi sa nuk e kënaqur me gjestin e tij. Edhe çka s'më kemi dhënë në sy pejgamberit ai sa. Sa herë shike pejgamberi alayhis salam ja bëj ke a gjetë devën. Dhe ke jo i dërgumi Allahut. Prap nesër më sa herë shike ja bëj ke a gjetë devën. Thot ky shok i pejgamberit sa më javë ditë të rënd. Kur më ka zatet pejgamberi sa më bëj ke a gjetë devën. Çka më thon? Që s'm ka hub devja po në ato e gjeta se realisht ky ka gënjy. Po pejgamberi sa më ka thonë që ti gënjeve. Veç me shikim i ka dhënë mësim atij. Edhe tash ky e ka mundur kjo shpirtnisht, edhe çka ka bëu thotë du me shku edhe mi kallzu pejgamberi sa këtë realisht që shka ndodh. Edhe çka shkon një ditë te pejgamberi sa tu fal në xhami. Edhe ky e ka vendosur mi kallzu që shkon puna, mi thon kum gabu, kum rajt, po kështu jo me dashje. Edhe kur shkon te pejgamberi sa me kryen namazin, tash ky lidhet namase e ndron me anë të ti kallzoj hiç. Mirë po tu fal thët luftesha me veten, a ti kallzoj, mos ti kallzoj, a ti kallzoj, mos ti kallzoj. Edhe thët e shtyta namazin, e volova shumë. Thët pe mrapa më tha pejgamberi alayhis salam, zgatë sa duhet se unë jam të prit. E ka kuptuar pejgamberi sa për çka ka ardhur. Thët mas e kriva namazin, ju afrova e thët dërguar me Allah, vallahi as më ka hub devja, as kur far devës kum pas që ka hub murtet, po univa keq që e buna të gabim a dite, e lshova të farrane fa daqe. I thët pejgamberi sa mos e përsërit më. Thët jo i dërgumi Allah ta besën thët që s'ku më përsëri. Thët më kur nuk e kum leju veten që me rajt. Qoftë ajo nëse u kanë edhe ndamin tem, e le më qysh dikush e ka shpërhit për kur far interesi, pa kur far përfitimi që nuk lejohet me rajt. E kanë vetë pejgamberi sa ka thonë i dërgumi Allah ta mundet me kanë edhe besimtar njëri, por me kanë frikaqe këto të mundet me kanë. Ta mundet edhe besimtar edhe ta maqar të mundet me kanë. Ta mundet me konë edhe besimtar edhe gënjeshtar, thët ja kjo s'mundet me konë. Por që ata muslimani nuk bën me rajt, e duhet me rujt këti virtytin negativ. Zoti inshallah na i përmirëson sjelljen dhe moralin, dhe keni kujdes çka lëshojmë prej gjuhëve tona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.